çështje jashtë rendit ditës. Fillojmë me çështjet sipas rendit ditës. Së pari, një minutë, mbarojmë me procedurbalin. Minatimi i procedurbalit seancës plenare të datës 2/3/2026. Procedurbalin e keni marrë në rrugë elektronike. Nëse s'ka vërejtje, miratohet procedurbalin. Para se të kalojmë të njoftimet, fjalën për procedurë zoti Gazmend Bardhi. Faleminderit zoti kryetar. Siç jeni ndjeni, në datën 23 shkurt, Këshilli për Rregulloren e Mandatit ka përfunduar shqyrtimin e kërkesës së prokurisë që kërkon autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë ndaj deputetes Belinda Balluku. Në përputhje me afatet e përcaktuar nga rregulloria e Kuvendit, antarët e Këshillit, duke qenë se ju s'kishit ende një qëndrim në atë mbledhje dhe su kuptua çfarë thatë, 5 antarët e Këshillit që kishin qartë përgjegjësinë dhe detyrën e tyre kanë dorëzuar raportin për seancën plenare. Sipas rregullores, konkretisht pikës 3 të neni 118 të rregullores Kuvendit, ju, zoti kryetar, jeni detyruar ta përfshini raportin si pjesë të seancës më të parë të Kuvendit të Shqipërisë pas dorëzimit të raportit. Raporti është dorëzuar të hënën dhe seanca më e parë që përcakton rregulloria e Kuvendit është seanca e sotme. Në rendin e ditës që ju keni sapo lexuat dhe i keni paraqitur deputetëve të martën, nuk është përfshirë shqyrtimi i kësaj kërkese, e cila ka natyrë urgjente, po ju po e çoni drejt, pra dhe një javë ka mbetur që kërkesa praktikisht konsiderohet e rrëzuar për shkak të mosmarrjes në shqyrtim, sepse po e çoni, e keni çuar në limitet 3 mujore të shqyrtimit të kësaj kërkese, në kundërshtim flagrant me çdo praktik parlamentare të ndjekur deri më sot nga ky kuvend. Zoti kryetar, ju e zvarritët këtë procedurë përmes mos mbledhjes së Këshillit për gati 2 muaj, duke penguar funksionimi normal në përputhje me rregulloren dhe kushtetutën të organeve të Kuvendit. Tani po zvarrisni përfshirjen e kësaj çështje në rend të ditës. Nëse do merrni tani mikrofonin, do më thoni Ulsiu vazhdon të jetë akoma në bibliotekë, edhe nuk e ka përfunduar raportin, ky është problemi i Ulsiut, jo i Kuvendit. Ulsiu të dal nga biblioteka, të dorëzojë raportin, sepse çështja është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë për lexim të thelluar, si mbrohet Belinda Balluku, çështja është kushtetuese, është ligjore dhe ky kuvend ka detyrimin t'i kthejë përgjigje prokurisë së posaçme. Kanë 3 muaj që po pengohen hetimet sepse prokuria pret përgjigje nga kuvendi. Jepni një përgjigje. Thoni duam ta mbrojmë korrupsionin nëse keni vendosur ta mbroni korrupsionin, por ktheni përgjigje. Prandaj kërkesa ime është procedurale, ndryshimi. Faleminderit, zoti Balla, keni kërkuar fjalën për procedurë. Duhet ta mbarosh brenda minutazhit. Zoti Balla. Faleminderit zoti kryetar. E dëgjova me vëmendje gënjeshtrën dhe të gënjesh edhe në muaj Ramazani është dy fish. Dhe se sa kam lidhje unë me besimin, i vetmi njeri në këtë sallë që s'ke asnjë lidhje jeti, as me besimin, as me vlerat të tjera morale dhe familjare. Mungesa e vlerave morale dhe familjare janë tepër të rëndësishme për t'u konsideruar për çdo person. Sa i përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë, qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. Këshillit të mandateve në emër të 5 deputetëve antar të Këshillit mandateve përfaqësues të Partisë Socialiste, e kemi bërë qartë
qëndrimin ton dhe po ashtu në përfundim të mbledhjes kemi komunikuar se si e sqaron rregulloria e Kuvendit këtë akt procedural të Kuvendit të Shqipërisë. Në Këshillin e Mandateve ka pasur 2 mendime dhe 2 qëndrime dhe kjo është e qartë në proceduralin e asaj mbledhje. Dhe në rregulloren e Kuvendit, në nenin 118.3, thuhet qartë se në përfundim të shqyrtimit, Këshilli brenda 2 javëve harton një raport. Jemi brenda kohës që na lejon rregulloria. Ky grup parlamentar është i grup parlamentar serios, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit apo kryetari i Kuvendit apo kryetari i Komisionit Ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Kështu që në këtë këndvështrim në datë 23 shkurt, kam komunikuar publikisht se sapo të depozitohet nga të 5 deputetët rekomandimi nga ana jon, do të respektohet afati 2 javor, bie poshtë pretendimi se po shkelet afati, sepse afati 2 javor është përpara datës së përfundimit të afatit të shqyrtimit që është data 17 mars, e përpasoj sqaroj publikun që sapo të jetë gati brenda këtij afati, në seancën më të parë, që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte. Faleminderit. Zoti Bardhi, ju tërheq vërejtjen sipas rregullores. 1 minutë. Për ndalimin e fjalës të kolegut, edhe natyrisht duke përdorur edhe një fjalor jo etik parlamentar. Unë nuk jam tu të përsëris ato fjalorin tuaj i cili është i papërshtatshëm për në seancë. Dhe ju lutem mos e përsërisni shkelje sepse do ndjekim rregulloren. Po patjetër ndohet, ju mund të mos ju bëj përshtypje. Mund ju mos ju bëj përshtypje edhe dalja jashtë. Edhe nxjerrja jashtë mund të mos ju bëj përshtypje, por unë jam detyruar të respektoj rregulloren pa emocion. Pa emocion. Nuk ta jap fjalën se fole. Nuk ta jap fjalën sepse sapo fole. Zoti Klevis Balliu, procedurë. E doni fjalën për procedurë? Okej. Zonja Ina Zhupa, fjalën për procedurë. Mere, o Klevis. Nuk e merrni më fjalën, niku fjala. S'ka. Nuk mund të tallemi me fjalën. Ja kam thënë zonjën Ina Zhupa, nuk pranua ta përdorni të drejtën tuaj për procedurë. Zonja Ina Zhupa. Edhe zoti kryetar, pikërisht për fjalën e kërkova edhe unë, keni një fobi nga fjala e opozitës. Mos më komplekso kaq shumë zoti Bardhi, të lutem se s'po e përballoj dot. Zoti kryetar, keni fobi nga fjala e opozitës, e keni tmerr, keni numëruar ato minuta tona të sesionit kaluar dhe ju ka hequr vrejtje kryeministri, se ju tha ju duhet jeni vetëm kartona dhe basi kishit një vendim